Mendimin tim, dy momente ka që unë vlerësoj ndërhyrjen e medias. Momenti i parë është teqimi problematikës që ka komuniteti. Shpeshherë pushteti, institucionet e shtetit nuk arrin ta perceptojnë drejt çfarë kërkojnë qytetarët apo sa të kënaqur janë qytetarët për produktet që ka nxjerrë qeverisja. Pikërisht unë këtë quaj detyrën e parë të medias, e cila duhet të pasqyrojë problemet, hallet, kërkesat që ka komuniteti dhe shkallën e pëlqyeshmërisë së tyre ndaj produktit që ka nxjerrë qeverisja. Kjo është detyra kryesore. Dhe një detyrë të dytë që i vë medias është edhe anasjelltas pasqyrimi i punëve dhe i aktivitetit që bën qeverisja ose qeveria apo institucionet të ndryshme. Këto janë dy momentet kryesore në të cilat unë do të vlerësoja, domethënë punën e medias, por gjithashtu unë vlerësoj punën e medias edhe në një aspekt tjetër, jo thjesht në dhënien e zërit të komunitetit, por edhe të atyre që quhen grupe të interesit apo të punës dhe aktiviteteve që zhvillohen në organizata të ndryshme jo fitimprurse, që në fund fare edhe këto vetë pasqyrojnë problematikë të caktuar të një komuniteti të caktuar. Gjithashtu, vlerësoj punën e medias edhe në pasqyrimin e aktiviteteve kulturore, sepse media nuk ka thjesht rolin të të çojë mesazhin apo zërin e komunitetit, por edhe të kënaq komunitetin, të japi komunitetit një relaks të caktuar, pra një qetësi, qoftë një qetësi shpirtërore, qoftë një përmbushje emocionale, pra të të çojë në çdo familje vlera që mbartë në vetvete shoqëria. Dhe në rast se media arrin të përmbushi këto tre gjëra, unë mendoj se është një media e mirë. Biles është një media shumë e mirë dhe ditë të kryej detyrën e vet. Por domethënë që media, siç e thash parë, ka arritur cilësinë e vet, këto detyra po fillon po i përmbush më mirë, por po ndodh diçka tjetër. Dashamirësia ndaj mediave apo dhe ndaj reagimeve të shoqërisë civile nga ana e pushtetit ose atyre që ushtrojnë pushtetin nuk është fort pozitive, por janë shtuar dozat e tensionit, dozat e trembjes së medias, presionit ndaj medias, dhe në këtë rast nuk dua të flas si një pjesëtar i bashkisë, si staf i bashkisë, po do flisja si një qytetar. Pra vendos vetëm në rolin e qytetarit. Perceptimi është i tillë që ndaj medias dhe ndaj shoqërisë civile nuk është më ajo dashamirësi, ose prija nuk është fort pozitive. Po një përqasje të tillë japin edhe institucionet e tjera ndërkombëtare të cilat monitorojnë dhe janë të specializuar në monitorimin e lirisë së fjalës apo lirisë së medias. Raportin që vendos media me pushtetin. Prandaj unë them që sot ne si shoqëri kemi detyrën që të ushtrojmë presion dhe të ushtrojmë gjithë ndikimin ton për ta ndryshuar këtë marrëdhënie, për të kthyer përsëri shikimin nga media, për t'i dhënë asaj hapësirën e nevojshme. Kuptohet, jo media që janë abuzive. Flasim për ato media që dinë të çojnë lajmin, dinë të çojnë problematikën atje ku duhet, por në fundit dinë të kënaqin publikun me emisionet dhe programacionin e tyre. Pra unë kështu e shoh rolin e medias dhe rolin e medias e shoh të lidhur ngushtë me komunitetin, domethënë dhe me grupet e tjera të interesit apo organizata dhe shoqëritë civile, domethënë të çdo lloji natyre. Po, dhe për ta mbyllur bashkëbisedimin e sotëm, zoti Kanani, në vijim të idesë zotit Rexha, a mendoni një skemë dhe cila do të ishte skema e një bashkëpunimi të mirëfillt mes këtyre tre hallkave që ne përmendëm dhe diskutuam në mbrëmjen e sotme? Unë mirë doja të thosha që një media nuk është një fatkeqësi qoftë dhe natyrore që ta bëjë të spikatur në lajmin që jep. Por për mua çdo lajm, çdo investigim është i nevojshëm të pasqyrohet. Kjo është për sa i përket media. Nësa te shoqëria civile ka ikur, unë them se ka kaluar pak ajo koha që të bëj vetëm evidentimin dhe dhënien e një mendimi, ka shi një programi ose një problemi që mund të jetë. Unë do të shkruaja diçka më larg. Shoqëria civile duhet të ketë edhe ajo projekte të vetat, qoftë edhe konkurruese të institucioneve, që ato të gjejnë, në rast se do të jenë vërtet konkurruese, dhe do të jenë fituese, në fjalë do të jenë
më afër komunitetit, le të jenë edhe ato fituesit, le të bëhen ato një mjet shpëtimi i problematikave që mund të ketë komuniteti. Pra, unë them që shoqëria civile të ketë ajo projektet që të konkurrojë institucionet. Qartë, zoti Pone, dolëm në një temë të mpret në fakt, edhe pse jemi në fund të Doja të bisedës. vazhdoja zotin Kanani, dy zotërinjtë. Ashtu si që ju keni atë në tërsinë e punës tuaj, si që keni planifikimin, një lloj programacioni, ku do të përqendrohet ta zëm analiza e Këshillit Bashkiak në 2009, cilët janë përveç punës, pastaj punëve të tjera të rëndësishme që i sjell realiteti përmes vendimeve të qeverisë e të tjera. Në të njëjtën kohë e nënvizoj që e njëjta gjë kërkohet tjetër edhe në kuptimin e shoqërisë civile, që ne në të dy rastet media përthith informacionin. Por këtu do të bëhe një shtesë që do të ketë parasysh edhe teleshikuesi i gjerë. Nuk vjen vetëm se një nga shtyllat janë edicionet informative. Një pasuri e madhe në një media janë emisionet, të cilat në mënyrë të vazhdueshme i përmbahen strukturës së një realiteti, domethënë, por ato ecin dhe pasurojnë, si është në rasti konkret qyteti im, shtëpia ime, që gjatë kësaj kohe që trajtohet është pasuruar, që po të shikosh të gjitha të lidhura së bashku, kanë sjellë kanë ngjallë një lloj interesimi mjaft të gjatë në komunitet. Do të nënvizohet tash pjesën tonë, tash edhe ne, në qoftë se prefektura ka një